përshëndes vendimin e Ministrit të Bujqësisë të Kosovës, Armend Muja, i cili me të drejtë thekson që nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që në fabrikat e qumshit të përdoret vaj i palmës, apo proteinat, apo qumshi plur në prodhimet e bylmetit, në fabrikat e qumshit. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe herë tjera Kosova kanë marrë vendim që nuk do pengonojnë vajin e palmës për të futur në Kosovë. Gjë që edhe kjo nuk është e drejtë. Por nga ana tjetër unë shikoj që këto probleme që janë në Kosovë janë prej shumë kohësh. Dhe ky ndoshta është i vetmi ministër që përsëri po e ngren këtë problem. Po e njëjta gjendje unë mendoj është edhe tek ne. Për arsye dhe këtu nuk diskutohet vaj i palmës apo etiketa, se duhet shënohet në etiketë. Dhe po shënuar në etiketë është në rregull dhe këto fabrika qumshit Vita apo fabrika tjera që kanë dalë me vaj palmë proteina nuk e kanë shënuar në etiketë. Kjo nuk është e drejtë. Dhe nuk duhet të disinformohet domethënë publiku për të larguar nga qumshti natyral i Vitës apo një fabrike qumshi tjetër. Ky prononcim i ministrit është një diçka sipas vendimit tim, sipas përvojës time, si inxhinier kimist 52 vjet, është i përgjysmuar. Pse? Sepse nuk mjafton ne të shkruajmë etiketë edhe çfarë shkruajmë? Vaj bimor. Ai është vaj palme, sepse duhet ta dimë çfarë vaj është. A është vaj ulliri, a vaj lule dielli, apo vaj palme. Kjo nuk shënohet. Nga ana tjetër, janë disa prodhime imitim, që këto e shënojnë, do të thënë, ajk, siç e thotë ai, speca me ajk. Çfarë është to specas me ajk? Kjo është imitim, e kanë kopjuar vetë këto speca me mas, se me mas nuk e prodhojnë dot. Nuk e prodhojnë dot fabrikat e qumshit specat me mas në asnjë mënyrë, sepse maza jo nuk ka ato cilësi që duhet ketë për specat. Edhe ngarkesa bakteriale është e lartë. Ndërsa prodhimi me vaj palme proteina dhe e quajnë ajk, ajo reziston. Prandaj edhe specat me ajk është një diçka kotë. Ose tek ne prodhohet njomës, ti shkon në lokal, han salcë kosi, ajk, e cila nuk është me qumësh, ka 20% qumësh, është me proteina vaj palme. Ku do ta shohë klienti se ajo është me proteina me vaj palme? Ku do ta shikoj klienti se ti po han mozzarella që është me qumësh natyral? Mozzarella me qumësh natyral. Jo. Mozzarella me proteina, me vaj palme dhe tjetë mozzarella që klienti nuk e di, thot mozzarella të parë. Prandaj, në takimin që pata në Bruxelles, isha i ftuar dhe ndjeva një kënaqësi shumë të madhe, pasi nuk vlerësohem këtu në Shqipëri. Nuk vlerësohem ajo që duhet marrin moshat tona, ndoshta jam i vetmi specialist i mbetur asaj kohe. I thon ato jashtë i thon këshilltar ose doktor i Aqua Rosa, i ujit trandafilit, ose këshilltar i mandolinës, se edhe unë i bi mandolinës. Kështu që duhet merren njerëzit e Zot. Tash ku është përgjysmimi i këtij vendimit të ministrit, mendoj unë. Unë mendoj që nuk ka problem as qumshi Vita, as qumshi fabrika tjetër, që problemi është duhet të dalë një ligj, siç e ka Europa, që fabrikat e qumshit duhet punojnë vetëm me qumësh natyral. Jo në Kosovë, po dhe në Shqipëri. Jo po shënuar në etiketë. Shënuar etiketë, ti prodhon salcë kosi, poshtë e shënon amidon. Amidon do të thënë 27, salcë kosi 27. Ku ta di klienti? Fabrika e qumshit në Europë është vetëm me qumësh natyral. Prodhimet që janë njomzat, ajkat, ato salcat e kosit, apo ato mozzarellat, prodhimet duhet të jenë në sektor operator ushqimor. Dhe klienti e din se po merr nga një operator ushqimor që prodhon majonez, prodhon ketchup, prodhon këte
proteinën me vaj palme, prodhodhon edhe qumshin me vaj palme, ndoshta se mund të ketë njëri që nuk ka lek edhe shkon e blen qumshin me vaj palme. Me këtë vendim që del nxjerr ministri, kjo duhet kalohet dhe një ligj tjetër që ka Europa. Po a mund ta bëj ai këtë? Unë them nuk e ka të vështirë që ta bëj. Edhe këtu ke ne ka shumë të vështirë të bëj. E di pse? Sepse, po marr rastin tim, unë punoj vetëm me qumësh natyral. Dhe para 10 vjetësh, kam dalë këtë Top Channel, kam folë për proteinat dhe vaj palmës. Para 4 vjetës ke News 24, për qumshin plur që ka konservante, sterofosfore. Mas 2 ditësh, më firmosi gjobën ish drejtori akuzë Bledar Skënderi, që kishin vanë 6 muaj përpara. Sepse unë fola. Prandaj, këtu duhet të ndikohet tek importi, sepse duke sjell nga importi, bono për Albania, bono për Kosovo, me emrin djathra, atëherë kjo dëmton blegtorinë, jo për punuesin e qumshit, po dëmton blegtorinë e kombit shqiptar. Dhe atëherë më thot një fabrik qumshi, Nazif, nëse ne do të punojmë kështu si thua ti, ne nuk ja dalim dot, sepse ne duhet të mbyllim punën. Dhe të mbyllim punën sepse, po pse do ta mbylli punën? Ai po të punoj me qumsh natyral, pse do ta mbylli punën? Po ja pra e kam mbyllur, kam pas 16 punëtor, kam vetëm 1 punëtor. Sepse me qumësh vetëm natyral nuk ja dal dot. Dhe punoj shumë pak. Kush don vjen e blen këtu dhe marr shumë rrallë qumësh. Atëherë duhet të dalë ligji dhe kontrollet për importin dhe korrupsionin që bëhet në import, që nuk ka qenë ky. Para shumë kohësh nxorra një djath, kisha ardhur nga importi, me 4 euro gjysë erdhi për ta shitur këtu. I thot, i me shoqi, ke bo gabim, ke ngatru adresën. Po i thash, priti bëj një foto. I bëra foto, e nxorra në Facebook, më mori burri botës, kam prur 4 ton, tha, ti ke prish punë shumë mu për këtë. Ajo ishte në proteinë, vaj palme ishte marrë nga proteina, nga Polonia, ishte marrë për djath. Atë për çfarë bëre i 4 tonshi? Ai 4 tonshi dëmtoi produktin shqiptar. Atëherë u detyrova ta heq foton dhe të lej vetëm shkrimin. Prandaj edhe Kosova duhet të nxjerrë ligjin që fabrikat e qumshit duhet punojnë vetëm me qumësh natyral, siç e ka Europa, jo se unë. Këtë e diskutova dhe në International Dairy Federation me një respekt jashtëzakonshëm. Kurse këtu një shoku im, miku im, i shumë i vjeçëm, Ilir Pilku, më thot, o inxhinier, mos hap kësoj parulla se dëmton prodhimin shqiptar. Prodhimi shqiptar dhe ti thot, po e keran viktime njerëzve amoral. Duke vanë profesionin, përvojën, atë që unë kam bo për këto 52 vjetë duke vanë dyshim. Dhe neve në vend që thot të ruaj, duhet kësa i thonë të ruajmë unitetin politik, mos hapim panik në popull. Jo, ne duhet konsumojmë bylmetin shqiptar, djathin shqiptar, prodhon jugu vetëm djath tip feta. Tashi ka dalë prodhimi këtej nga Shqipëria mesme si për djathit tip 83, nuk e prodhon njëri djath feta. Prandaj neve duhet të dim dhe të nxjerrim fabrika qumshit do të punoj vetëm me qumësh natyral, po nga ana tjetër të forcohet kontrollin import. Dhe çdo shënim të ketë djath imitim. Dhe mos jetë djath edhe të hyj këtu në Shqipëri me 3 euro, me 4 euro për dëmtu. Prandaj unë mendoj që ai prononcim, ndoshta është i pari i këtij lloji i ministrit bujqësisë Kosovës, Armen Muja, është një gjë shumë e mirë e cila duhet të shtrihet edhe në ne. I thonë një shprehje në italisht, dottore acqua rosa, doktore di mandolina. Merrni sepse nuk do t'i di ministri i ri që ka ardhur t'i di të gjitha. Merrni specialistët e mirë, merrni atë brezin e artë të vjetër, të agronomisë, të bujqësisë, atje del një person që është bën financën, ka nxjerr kostën e kooperativave bujqësore dhe del atje që është profesioni i qumshit. Edhe thot,
deri në 5%, 8% qumë shprehur mund përdoret. Ku përdoret qumë shprehur? Kur nuk kemi përdorur në para 90-s nëpër fabrika qumë shprehur. Vetëm kur filloi shkatërrimi, që filloi tolloni, filloi qumë shprehur. Këtë atje. Qumë shprehur ka konservant esterofosfore. Dhe kjo nismë nuk është ana politike, se këtu e kuptojnë se doli Nazif, inxhinieri tash i thot, edhe është nga ana politike. S'ka politik qumshit. Kjo është një kursim shumë i madh. Është një kursim shumë i madh për spitalet. Do ketë më pak njerëz për tumore, do ketë më pak njerëz për smundjet e zemrës, janë shtruar atje sikur po rrin radhë atje që të presin atje, se është vetëm nga ushqimi. Dhe njerëzit e pinë atë qumshin dhe nuk e dinë atë se çfarë qumësh pinë. Më thot një, o inxhinier, thot neve, tha, kur na vjen qumshi nga Serbia do e porosisim atë. E duam për mozzarella apo e duam qumshin për djath. Po pse ç'i duhesh atij që ta di për mozzarella apo për djath? Sepse e din ai se si e bën. E din ai atë vajin e palmës dhe e din ai se sa mund të jenë analiza tu. Edhe thonë që qumshi nga Serbia vjen më i lirë se sa marrim qumshin këtu. Një problemi tjetër që ne duhet kemi, qoftë ministria atje në Kosovë, por edhe këtu. Ku jemi ne me ngarkesën bakteriale, me mikroflorën e përgjithshme për 1.000 litër qumësh, ku jemi? Krahasim atë që kërkon AKU-ja, International Dairy Federation Bruxelles, që më pyet ku jemi ne? Sa e kemi ne? Sot Europa e ka 200.000 për 1.000 litër qumësh. Ne sa e kemi? Sa rrim dot ne. Dhe prandaj djathat tonë janë me shumë krip. Se ndyshe nëse le djathi pa krip nga ngarkesa lartë bakteriale që është, djathi zen myk. Edhe i thohet. Atëherë ne duhet shikojmë. Duhet shikojmë që qumshi mos mblidhet me kova. Qumshi tjetë me makina me ftofës. Nuk duhet vim ne të kontrollojmë baxhët, fabrikat. Qa kategorie jemi? Di çfarë kategorie më zorën mo? Ti s'bën, thot, je kategoria 4. Që unë nga boj një goxha investim po ta shohin, krahasim me ata tjerët që i thon kategoria 3, kategoria 2. Qa kategoria 3? Shko kontrolloj qumshin atje. Se baxhë është shumë të pastra dhe të mira ka pas edhe në kohën atëhershme, që u punonte qumshin nëpër shpella dhe u çonte djathi në Amerikë. Edhe sot në Zvicër ku kam qenë unë, kishte qumësh e bazhë qumshi e thjesht fare punot atje në majtë malit, apo në shpella në malet e Osta të Italisë. Edhe vinë këtu se do hymë në Europë, do vinë një nga Lituania, do qeka Lituania marë zonja se nese do vlerësoj se si jemi ne këtu. Shko, vlerësoni qumshin që punohet dhe si grumbullohet qumshi, dhe si janë në qumshi. Pra ne unë këtë prenoncime kam jo për vete, se unë e mbarova aktivitetin tim. Unë e kam për brezat i do vim, për pasionin tim, dhe ai libri që shesu, që unë botova, The Secrets of Technologies, unë di shumë kënaqësi që është tek Amazona, dhe libri shitet, edhe më vin lekë më këtu, dhe përpara unë pagoja rrugët e punëtorëve. Kupton? Apo ishte edhe atje ke International Dairy Federation, libri, sepse kam folë me shumë pasion, jo për teknologjinë vetëm, po për 22 probleme që neve kemi për këtë. Dhe jam shumë i sigurt. Ministri i Bujqësisë të Shqipërisë i kërkova takim, nuk ishte kohë se duhet të takonte. Po ndoshta kush e di, e ndjek dhe takon këtë. Dhe të dali ligji, por jo të dali ligji edhe t'i prehet krahat fabrikave të qumshit. Jo, kur të dali ligji që fabrikat qumshit do punojnë vetëm me qumësh natyral, jo etiketa. S'ka rëndësi etiketa fare, ai dihet që merr qumësh nga fabrika. Atë qumshi atëherë duhet rregullohet importi. Duhet shikohet. Ish drejtori AKU sot e ka vjet më tha, nuk e bëjmë dot analizën e qumshit plur për pasa furosin ka. Foli direkt me ata. Të nesër më pruri gjobën mu këtu. Po çfarë jam unë, një njeri jam vuri gjobën, e pastaj ku tregu. Shkeli një person, një aset që mu ka përgatit, ky popull më ka përgatit. Faleminderit ju që më dëgjut dhe besoj inshallah diçka them që edhe këtu do të bëhet siç Kosova, dhe Kosova duhet të bëjë edhe këto ndryshime që unë pretendoj që jo që i propozoj, po i ka Europa, i ka puna ime në Itali, në Zvicër dhe këto eksperiencë. Faleminderit që ju më dëgjun dhe qumshti shqiptar është qumësh gjaku i bardhë. Çfarë ka gjaku ka dhe qumshi, ne duhet pim qumësh natyral. Duhet hajmë djatra
shqiptar, komit shqiptar, jo djathat importi, dhe kur të vi nga importi, le të vi Parmigiano Reggiano. Jo të vinë ato djathat që janë surrogatës të qojnë Shqipëri, ato djathat le t'i qojnë atje ku t'i qojnë Afrikë, t'i qojnë atje në Azi ku nuk ka qumësht, jo këtu. Këtu dhe nëzisin prodhimin elektoral vendes. Faleminderit ju që më dëgjut.